domethënë llap janë ekipe të cilat ne nuk kemi arritur poshtim dhe normalisht ishte një ndeshje e mirë ku sigurisht që arritëm ta futemi edhe Gjilanin në listën e ekipeve të cilat I kemi poshtur. Edhe normalisht për të marshuar drejt synimit ton, objektivit ton kryesor titullit kampion, edhe që nuk kish pas domethënë nuk e kish pas atë shijen më të mirë të mundshme nëse shpallesh kampion, po nuk arrim ta mposhtësh rivalin lokal. A mund të themi që është kryer puna dhe drita tashmë është kampion, apo është ende herët edhe nga kampi I juaj? Jo, në opinionin e gjerë publik, puna është kryer ndoshta shumë më herët, simbas analistëve dhe opinionistëve, por që në kampin tonë ne çdo ndeshje ke marrë me qetësi edhe me porositësi, si thonë. Edhe po mundohemi që një të njëjtën gjë të vazhdojmë derisa matematikisht të sigurojmë titullin. Por sigurisht jemi me kom tokë, po punojmë për ta dhënë maksimumin në çdo ndeshje dhe normalisht karshi objektivit tonë kryesor që kemi titullin, ne jemi edhe në një objektiv tjetër, jemi ende në garë për Kupën e Kosovës dhe normalisht fokusi jonë do të jetë edhe te pjesa tjetër, te objektivi tjetër, jo vetëm te kampionati. Kështu që jemi të përqendruar maksimalisht dhe e dim që në futboll nëse një apo dy lojë nuk e merr me seriozitet, pastaj futbolli edhe takmilet, kështu që jemi me këmbë tokë dhe jemi të punuar me mjaft seriozitet. E përmende Kupën e Kosovës, Valjan, a jeni të mjaftuar vetëm me titullin kampion apo synoni ta fitoni edhe Kupën e Kosovës, më pastaj edhe Superkupën që do t'ju takon te Juve, kështu që do t'i rendesni 3 trofe këtë stinor? Mendoj që gjatë rrugtimit të këtij kampionatit, paraqitjet tona kanë treguar nivel që jemi ekip mjaft solid për të luftuar në të dy frontet dhe pse jo për të fituar të dyat. Sigurisht që jemi të motivuar jashtëzakonisht shumë që pse jo ti marrim të dy trofejt dhe nëse ju kujtohet edhe në fillim të sezonës objektivat e tona ne I kemi bërë qarta që në fillim të sezonës që drita është domethënë në front për të dy trofejt dhe varësisht prej se çka do të sjellë rruga do të